Kreu i opozitës Edi Rama e ka konsideruar seancën e djeshme në parlament për ndryshimin e antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të ngjashme me atë të marsit 1997, kur i zgjodh president, lideri i mazhorancës aktuale, Sali Berisha. Në mbledhjen e grupit socialist, Rama akuzoi rivalin politik se po shkatërron institucionin më të rëndësishëm zgjedhor. Seanca e djeshme nga ana e qeverisë ishte një fotokopje e seancës së zgjedhjes president në mars të vitit 97 për nga hapësira tërësisht e izoluar, qoftë së brendshmi dhe qoftë së jashtëmi në cilën u zhvillua. Rama i ashpërkaqën edhe me 3 deputetët e vendosur në listë prej tij në 2009, duke i cilësuar mercenar. Fillikat, si në vitin 97, i rrethuar nga qorra dhe nga mercenar, përballë një furie popullore që do të jap fund sundimit të tij me votën për një rilindje shqiptare në 23 qershor. Por përtej këtyre shqetësimeve, Rama ka deklaruar se opozita pas këtij veprimi është më e fortë për të përballur me atë që e konsideroi armik të votës së lirë. Sot jemi më të fortë se asnjëherë dhe si asnjëherë më parë, të gjitha manovrat e palishme të Saliut nuk kanë asnjë shans ta ndryshojnë fatin e zgjedhjeve.